Europa mund të përballet më shumë shpejt me mungesë karburanti, ndërsa pasojat e krizës në lindjen e mesme po thellohen nga dita në ditë. Paralajmërimi vjen nga drejtori ekzekutiv I kompanisë Shell, Wells Swam, I cili thekson se situata në tregjet globale të energjisë është bërgjithënie me brisht. Sipas tij, mungesa e furnizimeve me naftë dhe gaz ka nisur të jap efekt para në Azi, ku në disa vende janë detyruar të reduktojnë konsumimin e energjisë. Ai paralajmëron se kjo situatë mund të përhapet shumë shpejt dhe në Europë. Ky është një efekt val, shpreh Swam, duke shpjeguar se kriza fillimisht prek Azin, jugore dhe verilindore, përpara se të arrijë në tregjet europiane brenda pak javësh. Në prill mbërri në Europë, ndaj qeveritë mund të marrin masa përfshirë ruajtjen dhe blerjen e rezervave, shton ai. Një nga arsyet kryesore të kësaj situate është bllokimi I ngushticës së Hormuzit, nga ku kalon rreth një pjesë e furnizimit botror me naftë dhe gaz të lëngshëm. Ky zhvillim ka krijuar një boshllëk të madh në tregjet globale, duke rritur presionin mbi vendet që varen nga importet energjetike. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka bërë thirrje vendeve të marrin masa për të përballuar situatën, duke përfshirë uljen e konsumimit të karburanteve, promovimin e punës në distancë, kufizimin e shpejtësisë në rrugë dhe rritjen e përdorimit të transportit publik. Në Azi, disa qeveri kanë nisur tashmë të zbatojnë masa konkrete, si reduktimi I javës së punës në 4 ditë, kufizimi I përdorimit të ajrit të kondicionuar dhe pezullimi I disa udhëtimeve jashtë vendit. Sipas Swan, masat të ngjashme mund të mbeten të domosdoshme edhe për vendet europiane nëse kriza vijon të përshkatëzohet. Në këtë situatë, ekspertët paralajmërojnë se përballja me mungesat e mundshme dhe çmimet në rritje do të kërkojë reagim të shpejtë nga qeveritë për të shmangur një krizë të re energjetike si ajo e vitit 2022.